Konferencë ndërkombëtare që u bë Marta Kos, puthi Edi Ramën në faqe. Mendon se ky është një sinjal i mirë që ne do futemi në Bashkimin Evropian? Edi Rama është në Bashkimin Evropian Shqipërinë, ka tek nëna kësaj pune. E ka si politikën e Europës ndryshe. Dhe jo çka bëhet. Pse ka futur akoma Shqipërinë në BE? Pse s'emi futur akoma në BE atëherë? Pse s'e fut akoma? E ka. Gjithçka, edhe nëna djalin e më muin vjetë. Rama ka mbajtur 16 vjet. Rama e ka mbajtur 16 vjet. Pasha zotën e marrëjse, vete zeçi. Do ja vlej thua? Ha? Ja vlen. O njeri vizionar. Nuk jam me ta, o vizionar. Pse duan ai shumë? Pse puthin ai shumë? Ta kom thonë edhe njerë. Është delfin me dy palë plumë. Njani flezhum, tjetëri rishuar ruhet prej armizve. Flen kjo gjumë, qohet bje tjetër. Be, edhe shkojnë të rrëtulluar njëri me tjetër. Po ti do e puthje Ramën si që kanë puthur dje? Do e kështë puthur Ramën po të takoje? Jo. Në përjashtim baban tim, ka zemra për ta. Bashkë më shë e kom i mu zemrën më herë, po vdashtë e kom.